Ndërsa deputetët e opozitës inskenonin një protest para Komisionit të Mandateve dhe Imunitetit, i cili po refuzon t'i hap rrugë arrestimit të kërkuar nga SPAK për Belinda Ballukun, kjo e fundit doli në teren në Novosel të Vlorës, duke u shfaqur si pjesë e betejës kundër përmbytjeve. Dalja publike e zëvendës kryeministres nuk ishte as pak spontane. Çdo detaj duke i menduar, mediat ishin lajmëruar paraprakisht, ndërsa pamja e saj, flok të lidhura thjesht, xhupri trash, këpuc gome, përcillte imazhin e zyrtares që ndodhet në krye të situatës. I njëjti mesazh u përforcua edhe në rrjetet sociale, ku Balluku publikoi një sër postimesh brenda pak orësh, pas disa ditësh heshtje të plot që përkonin me momentin kur ajo u more e pandehur dhe u tërhoq nga skena publike. Për një periudhë të gjatë, ajo ishte zhdukur si nga kuvendi, ashtu edhe nga ministria që drejton, i cila, sipas dëshmive, ishte kthyer në një institucion pa jetë dhe pa vendimarrje. Kjo e bën edhe më të habitshme rikthimin e saj të papritur. Vështirë të besohet se kemi të bëjmë me një ndryshim strategjie personale. Më e besueshme është se dalja në teren ka qenë diktuar nga kryeministri për të mbështetur narrativën e tij mbi domosdoshmërinë e Ballukut në detyrë. Në kushtet e përmbytjeve dhe heqjes së pezullimit nga gjykata kushtetuese, mungesa e saj do ta nxirrte zbuluar këtë retorik. Prandaj, shfaqja e saj nuk synon as ndihmën reale për banorët dhe as rehabilitimin personal, por ruajtjen e koherencës së diskursit politik të kryeministrit mbi pazavendësueshmërinë e saj.